do doja të përshëndes pranin të gjitha mediumeve të shkruara elektronike. Për pranin tuaj këtu, për të njoftuar opinionin qytetarët mbi zhvillimet politike dhe mbi procesin zgjedhor. Duhet përshëndetur me ato mangësi që i ka pas si proces, por si tërsi ka shkuar mirë. Qa më ka bërë përshtypje në këtë proces, si edhe në proceset që i lam pas, si në zgjedhjet politike parlamentare, ashtu edhe ata presidenciale, po edhe ky proces ma tepër politik se sa zgjedhje lokale, që dominon sindromi i Gazimestanit, që humbsi na del fitues. Në këtë rast, leni edhe në dy ciklet që përmenda ma larkë në zgjedhjet parlamentare dhe ato presidenciale, si dhe në zgjedhjet politike lokale, nga humbës del fitues. Do doja, për opinion, për të gjithë njerëzit që na kanë mbështet, jo vetëm në këto 3 cikle, por për çerek shekulli 25 vjet me radhë, të bëj këtë shpjegim. Aleanca Kombëtare në këto zgjedhje ka fituar 114.076 vota me gjithëset këshilltar 159. Shoqata e Gazimestanit, Vlen, ka fituar 91.849, me gjithëset këshilltar 122. Të nderuar, a është fitus 114.076 vota, apo 91.849 vota? A është fitues 159 mandate për këshilltar, apo 122 mandate? Mirë, po kjo është kjo. Po çdo ditë merren se kam fituar zgjedhjet. Jo vetëm këta zgjedhje, por edhe ata që i kemi lënë pas janë humbës të mëdhej. Pa hyrë në kalkulime tjera se sa do përktheheshin në mandate të zgjedhje, sepse orientimi jon është që ky vend duhet të ketë zgjedhje të parakoshme dhe jo me shumë vonesë. Për fat keq duhet të theksoj që në këto zgjedhje dhe në zgjedhjet që i kemi lënë pas të atyre 2024-s si
parlamentare ashtu edhe presidenciale, që ka patur zgjedhje me karakter nacionalist. Duke filluar që nga propaganda që ushtroheshte para zgjedhjeve, se kush kërkon gjuhën shqipe le të ikin në Shqipëri, le të ikin në Kosovë, kush kërkon të dominoj e të përfaqësoj në shtet, ky shtet është vetëm i Maqedonasve, dhe që nga këtu buroi motoja e zgjedhjeve për fat të keq Maqedonia sërish e ytja. Ne jemi përpjek dhe përpiqemi me sinceritetin më të madh për Maqedoninë europiane, për Maqedoninë unitare, në marrëdhënie të mira ndëretnike, zero problem me fëmijët, filozofi e menduar, e studiuar dhe e ndërtuar, që mendojmë që i shërbejmë të ardhmes dhe jo kthim të së kaluarës. Ka patur deklarata e deklarate. Ne të korruptuar, të kriminalizuar. Unë që jam para jush, jam njëri nga udhëheqësit e lëvizjes studentore të vitit 1981. Atëherë sistemi Jugoslav, i dirigjuar nga Beogradi, me politika të motivuara, thellësisht, nga kryeministri i para 120 vjetëve Nikola Pashić, nga studius si Grashanini e Çubriloviçi, më quanin nacionalist, separatist, irredentist, dhe politika moderne e 2024-ës, 5-ës, më quan korruptuar, kriminalizuar mua dhe partinë time që me ndershmëri për çerek shekulli ka përfaqësuar komunitetin që i ka besuar. Dhe unë jo njëre kam thonë që në çdo parti mund të ketë edhe drejtën, po tërësia e gjithë subjektit është i pastër musiloti. Pse ne kemi kërkuar vetting? 4 vjet ka që zverdhet kërkesa jonë në kuvend. Pse ne kemi kërkuar të hapet hetim për çdo funksionar? Pse ne kemi kërkuar të hapet hetim mbi privatizimin? Pse kemi kërkuar të hapet hetim mbi të gjithë drejtuesit e Oznës e të Udbës që i kanë duarët me gjakun e rinis sa asaj kohe viteve 1945 e deri në vitin 56. Sepse ne jemi lëvizje, parti politike, nuk jemi as prokuror, as hetus. Le turnojnë të hapim hetim për të gjithë funksionarët. Le turnojnë të bëjmë vetting. Këto janë standarde domosdoshme që duhet të instalojmë në vend për të përshpejtuar procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Po për qëllime të politikave ditore, ne nuk jemi të përcaktuar, nuk jemi gjeldeti ne që t'i ngrem flatrat se po të hymë në këtë fushat, se kushtë është i korruptuari, sigurisht në del ana tjetër. Se ne privatizimin e shtetit nuk e bëm.
Ne nuk rekrutuam oligark. Oligarkët janë andej. Investitorët, shqiptarë, me djersën e vete e kanë arrit pasurinë. Pasuria e shtetit ku përfundoi? Te oligarkia që janë kundër antarësimit vendit në Bashkimin Evropian, sepse do i humbin privilegjet. Ne angazhohemi për Maqedoni demokratike. Ne angazhohemi për Maqedoni me marrëdhënie të mira ndëretnike. Ne angazhohemi për Maqedoni me standarde të mirëfillta europiane. Ne angazhohemi për Maqedoni ku do sundoj ligji. Ne angazhohemi për Maqedoni në fqinësi të mirë me të gjithë fqinjet. Ne angazhohemi që gjeneratat që vinë pas nesh të sigurojnë ardhmëri të lumtur. Faleminderit shumë. E drejta juaj është pyetni çfarë të duni. Do të rriqeni nga politika pas raundit të dytë të zgjedhjeve lokale dhe ato këtë reforma në vëndi. Përse të tërhiqem atë vëlla, a i më dëgjoni ju, a keni vesh as keni? Kush ka fituar? Humbësi duhet tërhiqet, jo fituesi. A i duni dokumentat. Shkoni në KQZ, verifikoni, dhe nëse verifikuat për 25 vjet një humbje të Ali Ahmetit, atëherë hajde një flasim. Po jo këta për ditë thonë se humbim edhe tërhiqemi, asnjë s'është tërheqë që ka humbë për 25 vjet. Faktet flasin ndryshe, zoti Ahmeti? Çfarë faktesh? Faktet flasin ndryshe. Që më faktet, merre. Urnoni. Si unë të gënjej tani popullin tim, unë të gënjej antarësin time, unë të gënjej ata që më kanë mbështet mu, partin time, kur the mu, më është partia ime, qerek shekulli ka fituar, jo këtës 3 cikle. Urnoni që ku jenë të shkruara, e bardha mbi të zezër. I partia negativa во Тетово и во Струга ваша кандидатура. Дали тоа не е еден вид политички пораз за вас, прв пат ваков пораз на избори? Nuk e dëgjovash ata. Do më thonë bëhet fjallë për, si pas gazetarit, për një humbje e pare filloj. A është kjo humbje apo jo? Absolutisht nuk është humbje, me 2 nëntor loja fillon 0-0, në rezultat 0-0, me 2 nëntor. Čajri Struga, Čajri Saraj? Në beteja ka dhe humbje. A ka mundësi nga tregoni sa komune keni fitu, pra nëse rezultatet janë ndryshe, si tani ju? Po, Sa komune? në komuna që tash këtu i keje, Shka, po një të kur? të fituara janë me këshilltar. Komuna Bovin, Vrapqish, Gosivar, Likov, Plasnic, Saraj, Struk, Studençant, Shashk, me vota partijake. Si komuna në Likov, Plasnic, Qashk. Në balotazh jemi Gostivari dhe Vrapqishti, gjithashtu janë komuna të fituara. Do të thotë janë 5 komuna të fituara në rrethin e parë dhe atë sa i thash janë në balotazh. Ahmeti, keni bashkë bisedim me partitë tjera ndoshta për të bërë edhe një marrëveshje për raundin e 2 zgjedhjeve në komunat ku Bashkimi Demokratik për Integrim ka shkuar në balotazh, pasi që shohim një retorik shumë ndryshe nga ana e pjesëtarëve të qeverisë. Shpeshherë Mickovski tani ka dërguar mesazhe edhe tek partnerët e tij të koalicionit Blend se nëse vijojnë në këtë mënyrë ato mund të tërheqin veshin deri më datën 2. Vaka të rek veshin për herë Kristiani. Po, do thotë jemi të hapur për komunikim, për bashkëpunim, jo vetëm
me parti shqiptare, por me të gjitha partitë. Unë nuk e them rastisht, ne angazhohemi për shtet unitar këtu, do të bëjmë politika të shtetin e çojmë përpara. Por pa drejtësi selektive. Urnoni. Ju falenderoj, ju bëva